po bëm një lexim i lavjerës në bazë të datës të lindjes dhe të kodit numerik. Te kjo ditëlindje që unë kam përcaktuar është kodi numerik, është numri 3 me fat ke ky person dhe numri 1. Tash të shikojmë pyetjet e personit në fjalë të datës të lindjes. Personi numri 3 është me fat tek ai, te numri 3 ai kap zgjidhjen e jetës të tij. Ka rreze të forta në këtë pjesë kohe, arrin përfundon një kontrata në marrëdhënie mund të finalizojë një shtëpi të re dhe ka një aprovim në jetën e tij. Aprovimi është drejt një diplomimi. Pjesa në varësi të ditës, u shikoj që dhe në varësi të vazhdimësisë tek ai kërkon fatin. Gjithmonë unë shikoj që ai do ketë një përndikje fati tek ai. Gjithmonë është në prirje të mendimeve dhe në prirje të ideve. Arrin që përfundon një udhëtimi tek ai në këtë pjesë kohe është sepse surprizohet nga një kontratë dhe nga një martesë e spontane kjo martesa, sepse nuk ka qenë e dëshiruar tek ai, po vjen në mënyrë spontane. Qëndron në pikën e kulmit, qëndron gjithmonë në idetë e tij dhe shumë shpejt telefonatat që vjen tek ai, telefonata është në drejtim të një aprovimi dhe një telefonat e kushtueshme tek ai që ai mund të arrijë majrat kjo lloj telefonate. Arrihet brenda një jave telefonata. Telefonata vjen në orën 10 të darkës, brenda javës arrin që merr dhe aprovimin e një diplomimi të tij. Në këtë kohë shikoj që ka një numurik 6, shikoj se simboli 6 tek ai surprizon një familje të rregullt dhe ai shumë shpejt arrin që merr një dokumentacion bashkë me familjen e tij. Tek ai qëndron takimi. Mund të takoj këtë kohë, sepse takimin e kërkon prej kohësh të arrijë një përfundim tek aprovimi ose tek një plan që ka krijuar në këtë kohë. Shikoj që është i përqendruar në shumë sfera jete. Ka dashuria tek ai qëndron dhe hezitimi që ai ka brenda vetes e ka bërë pak të humbur, po arrin përqendrimin e galaktikës tek ai, arrin që ai fokusohet dhe arrin me një përgjigje tek qendra e tij vëmendjes, ka një vëmendje të kthjellët, pavarësisht sepse dikur ka pasur hezitime dhe ka bërë dhe gabime, tash e shikoj që ai çdo gjë ka aprovim, duhet ketë pak kujdes në ditën e vërtimësi vetëm te komunikimi. Komunikimi duhet ta bëjë të qartë dhe të bindshëm. Ka takime me një person në lartësinë e duhur, ka një person që është lider dhe ai person mund të ketë lidhje me dokumentat e tij, me ecurinë e tij dhe me takimin e një person që ka pedestalin e lartë, ka ndërhyrë edhe në shtet, ka ndërhyrë edhe në pjesët e dokumentave, ka në përgjithësi dhe shikoj që tek ai i kushtohet një riferimi të ri, ka një person negativ jashtë vetvetes dhe ky person ka lidhje me botën e jashtme tek ai, jo me botën aktuale. Edhe në këtë kohë ka një rrezë drite, çdo gjë tek ai përfundon mirë, po ka pak ankthin me vete. Gjithmonë ka lindur si një ide ankthi, po kjo pjesë e shikoj që do përqendrohet dhe ka arritje ai si person vet. Çfarë mesazhi përcjellet tek ai person? Sa përket ka frikë për punën e dokumentave, është në dilemë për dokumenta dhe për një çështje qeverie. Arrin që e merr dokumentin dhe merr përgjigjen pozitive. Ka marrëdhënie të mira në dashuri, finalizohet dashuria dhe kujdes, ka një person kundërshtar që mundon që të prish gjithçka, por nuk arrin dot. Nëse ju e gjeni veten, kush person më ndjek në faqen time, nëse ju e gjeni veten të kënaqur të shikimit e mia ose mund të kërkoni pyetje konkrete për të ditur çfarë do ndodhet tek ju, mund të kërkoni në faqen time në pjesën e WhatsAppit ose në pjesën e Instagramit për të krijuar shikime personale, private dhe shërbime të tjera në varësi të problematikave të personave. Do jenë shikime të sakta, të sigurta dhe të qarta. Do gjeni vetveten te shikimi që unë krijoj.